Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, deklaroi se ndryshimet kushtetuese mund të realizohen vetëm kur të sigurohen 80 vota në Kuvend. Në intervistë për Al-Sad, Gashi pranoi se koalicioni edhe mund të dalë nga qeveria, por për ndryshimet kushtetuese kjo nuk do të ishte zgjidhje, pasi përsëri duhen 80 vota. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut deklaroi se koalicioni nuk e ka problem të dalë nga qeveria, por a ka garanci se do të miratojnë në këtë mënyrë këto ndryshime kushtetuese? Fatkeqësisht këto procese të rënda kërkojnë shumë mund, angazhim, edhe nuk mendoj se duhet të bëhet betejë brenda etnike apo brenda shtetit. Ne nuk e kemi probleme edhe të dalim prej qeverie. Dhe nëse aludonin në këtë, po a do të bëhen, a ka garancë se do të bëhen kështu ndryshimet kushtetuese? Nuk është puna vetëm të vendosim kushtëzime, po mendoj se duhet gjetur zgjidhje. Alianca për shqiptarët vlerëson se propozim ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat i dorëzuar në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut nuk përmban masat thelbësore për garantimin e zbatimit të tij. Halil Snopçi deklaroi se ky projekt ligj dallon ndjeshëm nga versioni që kishte propozuar Alianca për shqiptarët. Sipas tij, ligji përmend dispozita deklarative që flasin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, por nuk ofron garanci reale dhe as mekanizma efektiv që do të siguronin zbatimin praktik të këtyre dispozitave. Nga ana tjetër, nga vlen thonë se është e vështirë të kuptohet pse po kontestohen mekanizmat që sipas tyre janë të përcaktuara qartë në tekstin e ligjit. Ata hedhin poshtë pretendimet se projekt ligji nuk ofron mekanizma për zbatimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Hapet në sheshin Skënderbeu panajiri i librit Shqip Shkupi 2026. Ky panajir mbledh 55 botues nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria. Drejtuesi i shtëpisë botuese Tojena Fatmir Toçi deklaroi se është hera e parë që po vinë në Shkup dhe presin që këtë panajir ta kthejnë në festë të librit. Ndoshta hera e parë që në Shkup vinë botuesit më të spikatur që ka gjithë bota shqiptare dhe për ta kthyer këtë në një festë të librit, në një festë për t'u afruar tek librit dhe jo një shitore librash, deklaroi Fatmir Toçi, organizatori i panajirit të librit shqip. Në ditën e fundit të këtij panajiri do të ndahen dhe çmimet letrare. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kosova merr mbështetje nga institucionet europiane për integrimin. Komiteti për punë të jashtme i Parlamentit Evropian në Bruksel miratoi raportin e përgatitur nga eurodeputeti Rio Terras. Raporti vlerësoi përparimin e Kosovës, por shpreu shqetësim për bllokadën politike dhe vonesat në proceset reformuese. Sipas dokumentit, vendi ka humbur një periudhë të rëndësishme për shkak të mos funksionimit të plot institucional, gjë që mund të ndikojë dhe në shfrytëzimin e mundësive që ofron Bashkimi Evropian. Megjithatë, raporti mbështet rrugën europiane të Kosovës duke kërkuar që shtetet anëtare të Bashkimit Evropian të përparojnë procedurat për statusin e vendit kandidat. Po ashtu përshëndetet heqja e masave të Bashkimit Evropian dhe Kosovës dhe ritheksohet nevoja për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Në dokument kërkohet gjithashtu që autorët e sulmit në Banjska të përballen me drejtësinë. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka deklaruar se aktualisht çështja e anëtarësimit të Kosovës në NATO nuk është në agjendën e shteteve anëtare. Kjo çështje u ngrit në seancën dëgjimore në Kongresin Amerikan me sekretarin Rubio, ku kongresisti Keith Self i kërkoi ta mbështesë anëtarësimin e Kosovës në NATO. Rubio sqaroi se nuk do të thotë se anëtarësimi i Kosovës nuk do të ndodhë kurrë, por se çështja nuk është folur në bisedat e fundit me aleatët tanë të NATO-s për shkak të çështjeve të tjera globale. Kongresisti Keith ka thënë se sigurimi i Kosovës është thelbësor për stabilitet, ndërsa i kërkoi Rubios që çështja e Kosovës të ngrihet në samitin e NATO-s që do të mbahet në Ankara. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.